Përshëndetje. Sot dua të flas për një temë që lidhet me rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Një prej pyetjeve që po gjej në mënyrë të vazhdueshme ka të bëjë me faktin a do duhet ta rivlerësoj pasurinë e paluajtshme. Nëse ju keni një ose disa pasuri të paluajtshme, dhe po mendoni për t'i rivlerësuar, pyetja a duhet ta rivlerësoni varet nga qëllimi që ju keni. Pra, nëse juve keni qëllim për ta trajtuar këtë pronë ose për ta shitur, atëherë sigurisht që do duhen parë detajet, por në kushte normale ka një avantazh për juve sepse ju kursen pjesën e tatimit që duhet paguani. Le të marrim një rast specifik se si ndikon kjo tek juve. Nëse kemi një apartament të blerë para 15 vitesh me vlerën 4.5 milion lekë të reja. Dhe sot doni ta shisni, tani ose në të afërm, të ardhmen e afër, doni që ta shisni. Dhe çmimi i shitjes për një pronë ekzistuese të vjetër mund të jetë diku ka rreth 10 milion lekë të reja. Këto janë shifra supozuese. Dhe në këtë rast fitimi që juve realizoni është 5.5 milion lekë të reja. Tatimi normal nga fitimi në pasuritë e paluajtshme në Shqipëri është 15%. Por me ligjin e rivlerësimit juve mund ta parapaguani me 5%. Pra, nëse tatimi në këtë rast do të ishte 8.250.000 lekë, pagesa tatim fitimit me 15%, nëse juve e rivlerësoni, juve mund të paguani 275.000 lekë të reja. Pra, në këtë rast është 1/3 e pjesës që do të parapaguhet. Pra, në këtë video nuk i themi gjitha detajet, por sipas rasteve specifike mund të na kontaktoni dhe mund t'ju bëjmë me dije ose t'ju jap një këshill. Gjithashtu nëse keni një pronë për të shitur ose për të dhënë me qira, na kontaktoni.